Ndryshe prej urimeve tradicionale të komuniteteve të tjera fetare dhe nga panorama që shohim në pjesën tjetër të vendit, Kisha Katolike në Shkodër ja ka dalë që qoftë edhe për pak minuta të bëj bashk politikën. Pritje tradicionale në drejtimin e arqipeshvit Imzo Giovanni Peragjine u çelen me një mesazh të shkurtër prej tij, ku urimin e pashkëve e përcolli me një lutje për vendet që sot janë në kthetrat e luftës e nuk mund të festojnë të lira. Është një gëzim që na përket të gjithë njerëzit me bunit të mirë. Pashka është dhurata e Krishtit që ringjallu që na jep dhuratën e paqes mbi të gjithë. Të gjithë ne kemi nevojë për paqen, kemi nevojë për paqen brenda nesh, kemi nevojë për paqen për familjet tona, për komunitetin tonë, për qytetin tonë, për vendin tonë, por mos harrojmë ato vende kur paqja tani është një dhuratë shumë e çmuar e jetojnë në luftë. Ne do të mendojmë e do të në një farë mënyrë të jemi solidaritet me të gjithë njerëzit që sot jetojnë në një botë pa paqe. Paqja është një dhuratë e çmuar e secili prej nesh do të kontribojë në vendin e vet të ndërtojë këtë paqe. Gëzuar e faleminderit që keni ardhur, Zoti ju bekoftë. Pasi trokitën gotat e urimit dhe ju bashkuan këtij momenti të rëndësishëm për besimtarët katolik, në emër të dy kampeve respektive, uruan drejtuesit politik. Ju uroj patjetër në këtë ditë gjithë besimtarëve gëzuar Pashkët katolike. Në qytetin e Shkodrës, qytetin e traditës edhe bashkëjetesës, patjetër kjo festë merr një kuptim të ri duke na dhënë edhe mesazhin e le të themi traditës, besimit, solidaritetit dhe patjetër le ta shfrytëzojmë këtë ditë që të përpiqemi që të jemi më të mirë dhe më të bashkuar me njëri tjetrin. Në këtë ditë kam privilegjin të uroj gjithë besimtarët katolik pikërisht këtu nga Shkodra dhe kjo ka domethënie sepse Pashka mbar dhe përcjell një mesazh të përjetshëm që Zoti e solli midis nesh nëpërmjet birit të tij, Jezu Krisht, që e mira e vërteta triumfojnë përballë skeqjes, përballë gënjeshtrës, përballë vdekjes dhe gjithmonë njerëzit e duan, e presin me shpresë dhe besim të mirën dhe të vërtetën. Jetën dhe çdo gjë të bukur që Zoti ja ka falë njeriut. Por ky triumf i smirës, i vërtetës, i jetës nuk vjen si dhuratë. Nuk vjen as nga qielli, vjen me punë, me sakrifica, vjen me forcë shpirtërore, vjen me shërbes, vjen me besim dhe shpresë që gjërat ndryshojnë pavarësisht momenteve kur duket sikur e mira dhe e vërteta janë mundur. Vjen dita dhe vjen momenti jo thjesht si moment i pritur, por si moment i kërkuar dhe ky triumf është për njerëzit. Ndaj dua të uroj në këtë ditë të shenjtë të gjithë besimtarët katolik, të gjithë familjarët e tyre, gjithë shqiptarët për më shumë paqe, për më shumë begati, për më shumë bekime për ta, për më shumë jetë dhe uroj çdo njeri nga ne për më shumë dashuri me njëri tjetrin në emër të Zotit, për më shumë solidaritet, për më shumë përkushtim ndaj atyre që sot kanë më shumë nevojë se kurrë për ne. Edhe përfaqësuesit e pushtetit vendor dhe të politikës lokale uruan Pashkët për të gjithë komunitetin katolik. Dua të uroj gjithë të besimtarëve katolik gëzuar Pashkët, qoftë kjo një ditë e mbushur me gëzim dhe harmoni për familjet e tyre. Sot është një ditë që na bashkon të anëve bashkë. Uroj me zemër besimtarët e krishterë gëzuar Pashkët, qoftë një ditë plot bekime, harmoni, begati për të gjithë besimtarët në kudo që jetojnë. Së bashku me urimin për këtë festë madhe në emrin e Partisë Socialdemokrate, në emrin e këshilltarëve të Partisë Socialdemokrate dhe veçanti në emrin e deputetëve të Partisë Socialdemokrate, uroj gjithë besimtarët katolik kudo që ndodhen gëzuar dhe për shumë mot ringjalljen e Jezu Krishtit.